بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين الله عز وجل falendëndih من vetëm prej tij e kërkojmë paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër e të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik, dhe të gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, Allahu t'i takon çdo merit për çdo begati, Allahu t'i takon çdo merit për çdo sen i mirë që ekziston, çdo sen i mirë që ne e posedojmë, çdo sen i mirë që ndodh në jetën tonë, të gjitha janë merite Allahut azza wa jall. Është ai i cili na ka begatu, vazhdon me na begatu dhe i lutemi që na begatoj deri në momentet e fundit të kësaj dunjaje. Dhe krahas këtij falënderimi duhet t'ja kujtojmë vetes tonë që Allahu azza wa jall çon sprova të ndryshme dhe vetë jeta e kësaj dunjas është sprovë, sepse Allahu azza wa jall na ka pru këtu që të na sprovojë secilin, se cilën rrugë pra dojmë me zgjedh. Dhe në bazë të zgjedhjes tonë pastaj edhe na vinë edhe sprovat edhe begatit. Kur kthehemi tek sirja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për cilën flasim tash sa kohë, e gjem një kronologji, një renditje ngjarjesh ku Allahu fuqiplosht në fillim i sprovoi muslimanët, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i sprovoi me fatkeqësi, i sprovoi me presion, i sprovoi me ndoshta tortura prej palës së kundërt, pra mushrikëve Kurejsh e kështu me radhë, derisa pas shumë vitesh durimi edhe sabri, Allahu fuqiplot ja u çeli dyert e hijretit, dyert e forcimit, dyert e shpëtimit, dhe kështu muslimanët u bën të fortë, muslimanët u bën faktor në xhezirën arabe, nga ata të dobëtit që kanë qenë në Mekë, ku i shifshin shokët e tënve, bijtë e tënve, duke u torturu, duke u mundu, dhe nuk mundshin me bë asgjë. Vetëm dua për ta, erdhen në atë gjendje që të jenë faktor në gjithë xhezirën arabe, e pas kësaj u bën faktor edhe në të gjithë botën. Mirpo, kjo kronologji, kjo renditje ngjarjesh, mund të përsëritet vetëm atëherë kur e ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu qysh Allahu fuqiplot ua ka çu sahabeve. Do thot, njëherë në fillim një rrugë me sabër pra ndaj një presioni, ndaj torturave kështu me radhë, dhe kur e kalun sprovën e sabrit ndaj këtyre gjanave, pastaj ju erdh sprova e rehatis, sepse edhe gjendja e fatkeqësisë, gjendja e presionit është në vete sprov, ashtu njëjtë edhe gjendja e rehatis është sprov. Dhe në të dy gjendjet Allahu fuqiplot dëshiron me e sprovur robin e tij, që në të parën a është sabërli, e në dytën a është falëndërues. Prandaj këtë do të me pas parasysh, muslimanët gjatë gjithë kohës, çdo gjenerat që vjen, duhet me pas parasysh këtë renditje ngjarjesh. Nëse dojmë që me ju kthy muslimanëve fuqia dhe krenaria, atëherë do të me ecë në për të njëjtin binar. Në për binar që kanë hecë sahabët me sabrin ndaj trysnisë dhe persekutimet të ndryshme, deri tek pushtimi ose realisht çlirimi i gjysmës së botës. Prandaj
kush nuk ecë kësaj rruge, nuk mundet me prit krenarin. E nëse e dojmë krenarin, duhet patjetër të ecim kësaj rruge. Dhe pas kësaj vëllezër të dashur, i kthehet sirës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për cilën jemi duke fol, dhe e cila është motori i jetës son, e cila është drita e jetës son dhe udhërrëfyesi se ka me ecë. Dhe kemi fol në takimet e kaluara rreth haxhit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi pasë se si jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë e plot në çdo aspekt dhe sferë. Dhe jetën e tij e kanë ngjyros ibadete të ndryshme, mesin e tyre edhe ibadeti i haxhit, që tregon se muslimani duhet të jetojë i kthill, duhet të jetojë me ibadet ndaj Allahut Azza wa Jall, kudo që të jetë. Jo vetëm në rrethana, vetëm në objekte të xhamive e pastaj jashtë xhamive me qenë dikush tjetër. Jo, muslimani duhet të jetë adhurues i Allahut fuqiplot në vazhdimsi deri në momentet e fundit, që me dëshmu deklaratën që ka thënë në ditën kur u bë musliman, që ka thënë la ilaha illallah, nuk ka të denj, nuk ka të adhuruar të denj përveç Allahut. Pra, kur dëshmon se veç Allahu meriton vërtet të adhurohet, atëherë duhesh me provu, me dëshmu edhe me vepra atë çka e thu me gojë. Dhe herën e kaluar kemi përmend alaihi wasallam në Mina. Dhe pas kësaj kemi treguar se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgadit që t'i vazhdoj rritet e tjera të haxhit për ta plotësuar këtë ibadet të madhërishëm. Pasi u largu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do thot prej khutbës, vendit e tij ku e mbajti khutbën, i erdhi randi therrjes së kurbaneve. Dhe kjo është pjesë e haxhit, pjesë e haxhillëkut që muslimanët duhet me bë në Mekë, ata të cilët i kanë llojin e haxhit tamattu ose qiran, që e kena përmend. Pra janë 3 lloje të haxhit: tamattu, qiran edhe ifrad. Ky lloj i tretë, ifrad, i bjen veçim, me përkthy në shqip i bjen veçim, ku njeriu e veçon vetëm haxhin, e bën pra vetëm haxhin, nuk e bashkon me umre. Ndërsa sahabët kur shkon në Mekë, në haxhin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e bashkon umren me haxh. Dhe ky lloj i bashkimit ose quhet tamattu ose quhet qiran. Dhe në të dyja këto duhet me pre kurban. Haxhilet pra duhet me pre kurban. E nëse dikush është duke bë haxhin ifrad, atëherë nuk ka nevojë me pre kurban. Dhe hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, së bashku me devet që i kish marrë prej Medinës, edhe devet që asolli Aliu radhiyallahu ta'ala anhu prej Yemenit, ju bën diku 100 deve. Dhe mori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dorën e tij fisnike dhe të ndershme, i thari 63 prej tyre. Dhe ju tha muslimanëve, tha nahartuha huna wa mina kulluha manharun, fanharu fi rihalikum wa kullu ayami at-tashriqi dhabhun. Tha unë po thari këtu, ndërsa komplet vani i Minës, territori i Minës, lejohet për me bë therrjen e kurbanëve. Andaj tha, therrni kurbanët tek shatorët apo ato far kupollat e juaja. Dhe tha që të gjitha ditët e të shrikut janë ditë kurbani. Ditët e të shrikut janë 3 ditë mas ditës së Bajramit. Pra dita e Bajramit quhet Yawmun Nahr, dita e therrjes. Pastaj ditët e të shrikut janë 3 ditë mas Bajramit deri
mas ikindisë së ditës së tretë, ku me perëndimin e diellit edhe përfundojnë ditët e Teshrikut. Gjatë këtyre ditëve, me ditën e parë, llogaritën 4 ditë parafësisht, lejohet muslimani me therr kurbanin e tij kur është në haxh. Dhe përmendet që pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja ofronin këto deve që i therte, ja ofronin një nga një, e ka njëherë kur ja ofronin pak si tub, devet vetë do më thënë garonin me njëna tjetërin, cila pushkon e para të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që me e therë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i therte devet në kamp, sepse ashtu therët devja, do thot ku qafën që ka gjatë, në këtë pjesën ku fillojnë damar të qafës, i shpohet ajo pjesë, edhe pastaj derdhet gjaku. Nuk është therrja e njëjtë sikurse tek lopët edhe delet. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pra thamë që i theri 63 deve dhe pastaj ja dha thikën Aliut radhiyallahu ta'ala anhu që me vazhdu mi therë pjesën tjetër ku Aliu i theri 37 të tjera dhe u bën komplet 100 deve. 100 kurban pra. Disa dietarë kanë përmend pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u nal në 63 deve. Dhe dikush për dietarëve ka përmend që ndoshta kjo ka qenë urtësi dhe një mesazh për muslimanët që vitet, numri i viteve të tij do të jetë 63. Pra është në përputhje me numrin e viteve sa ka jetu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe ky ka qenë viti i fundit i jetës së tij, pra 63. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, iqsim luhumaha wa juludaha wa jilalaha fil masakin. Tha marrë këto, mishin që keni e deve që keni therr dhe shpërndajau miskineve, njerëzve të ngratë, mishin, lëkurat dhe ato far mbetjet e tjera. Ku përfshihen zort, plancat, do thot eshtrat e kështu me radhë. Tha gjitha shpërndajeni. Wala tu'tiyanna jazaran minha shay'an fi jazaratiha. Tha mos gaboni ju dhon therësve, kasapëve, më ju dhon ndonjë pjesë të kurbanit si këmbim të punës që e kanë kry. Mos me u dhon atënve kasapëve pra, ndonjë pjesë të mishit, apo të eshtrave, apo të këtënve lëkurave kështu më radhë, mos me u dhon si shkëmbim ose si pagesë të punës që e kanë kry. Wa khudh lana min kulli badanatin jidhyatan min lahmin thumma ij'alha fi qidrin wahidin hatta na'kula min lahmiha wa nahsuwa min maraqiha. Dhe tha pastaj pe secilës deve merre nga një copë mish dhe ruaje për ne, vendose në një kazan, zi ato dhe pastaj të hajmë nga mishi i tyre dhe ta përdorim ose të shërbehemi me lëngun e mishit të tyre. Pra është prej sunetit, gjitha këto veprime që po i përmendëm janë pjesë e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është e udhës që të veprohen kur njeriu bën thirrjen e kurbanëve. Pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendet se theri lop për gratë e tij. Theri dikun me një transmetime ka therë një lop për 7 gratë e tij, e diku tjetër në transmetime kanë përmendur kanë thënë për secilin e ka prej nga një lop. Gjatë këtyre ditëve, gjatë këtyre ngjarjeve, Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu e përmend se e kemi përmend këto edhe më herët, Fadl ibn Abbas, pra vllavi i Abdullah ibn Abbasit, ka qenë bashkë i ulur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i afrohet pejgamberit alaihi salam një vajzë e re dhe e fisit Khatham dhe e pyet domethën për një mesele. I thot ja Rasulullah, inna fariidata Allahi ala ibadihi fil hajj adrakat abi shaykhan kabiran
la yastati'u an yathbuta 'ala ar-rahila afa ahujj anhu. O dërguari i Allahut, thot ky fal obligimi i haxhit, ibadeti i haxhit tash, që Allah Azza wa Jalla ja ka obligu njerëzve, e ka nxon babën tem në moshë të shtyrë, sa që nuk mundet as në kafsh me net, as në kali, as në deve, as mundet hiç me net. A ban une me kry haxhin për ta? Edhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po, krye haxhin për ta. Dhe kjo na jep domethënë një mësim që kur dikush ka mundsi e plotson kushtin i plotson domethënë kushtet e haxhit, po mundet mi vetë për shembull vetëm ky kusht, kushti i shëndetit, ose është i shtyrë në mosh apo i smur, ka thënë që për njërin e tillë lejohet me shku domethënë bedel, me kry haxhin për ta. Dhe aty në mesin e kësaj ngjarje se përmendur, pra ka qenë Fadli, i cili ka qenë djaloshiri, bashkë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam i ulën në deve, dhe kur afrohet ajo kjo vajzë për me pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Fadlit i shkon kryja ka kjo vajzë, edhe i mesin syt ka ajo. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja shtyn kryt në anën tjetër. Edhe i thot Abbasi, tash baba i Fadlit, të tja Rasulullah, lima lawajta unuq ibn ammik. Tha dërguari Allah, pse tha ja shty në kryt djalit vllaut tënd ose djalit tagjës tënd? Tha ra'aytu shabban wa shabbatan falam amani ash-shaytan alayhima. Tha i pash një djalosh të ri edhe një vajzë të re. Dhe nuk u ndiva i sigurt prej shejtanit në këtë farë afërsi mes tyre. Pra, do thot edhe në kësi pozite, edhe në kësi situate, njeri kurse si nuk ban me ndje veten me imunitet. Është vesh llogaritë çfarë skenari ka qenë. Fadli i ulur mbrapa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ngjit me ta. Edhe janë në ditë të haxhit, ku po kryhet ibadet. Edhe po vjen ajo vajzë, po afrohet, e cila ka qenë mbuluar. Dhe me gjitha të veç thjesht shikimi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pa që Fadli u hutu ty e këqyr, ja ka kthy kokën në anën tjetër, se ka thënë këtu s'dihet çka lun shejtani mes tyre. Pra, do thot kur nuk ban me llogarit njeriu që ka imunitet ndaj kurthave të shejtanit. Dhe maksimum duhet që njeriu me evitu kontaktin me femrat e huaja. Njashtu njëjtë femrat me meshkujt e huaj. Në maksimum duhet me evitu kontaktin. Qoftë kontaktin e drejt për drejt me shikim, qoftë kontaktet virtuale, domethënë që në ditë sotit janë të mundshme, me një mesazh dikun në WhatsApp, në Telegram, në rrjete sociale të ndryshme, në Facebook, edhe haq se s'ka gale, ose një like diku ja bën, ose ja bën një share diku, këto duhet me pas kujdes. Se nëse ati ose asaj, ja qet aty që ja ki bo share, ka mundësi shejtani që të është fritzat. Të qyki për ti një ka postime, për çka poston ti. Ja bën një like aty, i shkon një gisht ose një zemër, kjo është mesazh i rrezikshëm. Prandaj, edhe domethënë njeriu duhet me pas kujdes nga interaksionet e tilla. Maksimum duhet me i evitu, sepse shejtani i shfrytëzon dhe pas një kohë një veç e sheh veten që ka ra aty ku s'duhet. Allahu na ruaj nga gjendjet e tilla. Dhe pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju drejtu Fadlit radhiyallahu ta'ala anhu, i tha: ibn akhi, in hadha yawmun man malaka fihi sam'ahu wa basarahu wa lisanahu ghufira lahu. O djali i vllaut tim, tha dije se kjo ditë është e atill që kushdo që arrin me e përmbajt dëgjimin e tij, shikimin e tij dhe gjuhën e tij, i falen të gjitha mëkatet. Kjo është një mësim për ata që dojnë me ditë se shka i bjen hajjun mabrur.
hajjun mabrur, hajj i pranuar. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thjesht një shikim ja largoi të kryt fadlit. Se po nuk arrite me përmbajt shikimin, ose dëgjimin me dëgju gjanat që zban, ose gjuhën me fol muhabetit që zban. E këto janë, çka? Ato mjetet më të vogla ose më të thjeshta me cilat mundesh me bë një mëkat. E pastaj mbi të ka gjana më të mëdha, ku njeriu domethënë mundet me gjuhën e tij me bë gibet, me gjymtyrët e tij me bë një bidat, me shikimin e tij me bë një haram, me dorën e tij me bë një prekje të ndaluar. Këto ja pamundsojnë njeriu haxhin me brur, haxhin e pranuar. Prandaj njeriu duhet me pas kujdes gjatë haxhit të tij, nëse don me pas me brur, me i kushtu kujdes që me arrit vlerën e faljes së mëkateve. Dhe pasi i theri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kurbanët e tij, e thiri berberin. E thiri berberin Ma'mar ibn Abdullah al-Adawi radiyallahu ta'ala anhu, cili pra ishte berber dhe tregon Enesi radiyallahu ta'ala anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha nisja prej flokët. Njëherë ka ana e gjathë, pastaj ka ana e majt, pastaj pjesën tjetër të kokës dhe çdo se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dihet që i ka pas flokë të gjata dhe çdo kime pra që ka rënë nga flokët e tij, sahabët i kanë kushtu kujdes që me i tubu ato kime. Mos me i lënë me shku dëm, sepse në to gjendet bereqeti. Allah azza wa jalla i ka bërë të bereqetshme. Andaj edhe sahabët ka pas për tyre që deri në vdekje kanë porositur në varrin e tij, i kanë ndrujt ato çime që i kanë tubu dhe kanë porositur që në varrin e tij me i varros ato çime bashkë me ta. Ka pas për tyre që e kanë ndrujt në domethënë atfar çallmën e vet, disa e kanë ndrujt në shpatën e vet, disa në forma të ndryshme, ama i kanë kushtu kujdes, sepse ajo ka ardhur me bereqetin e pejgamberisë. Ndërsa në ditët e sotit ka njerëz që pretendojnë se hala ekzistojnë gjurmë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në çime të trupit ose dikush thot xhybja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dikush thot sandalja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka më bën në rastet e këtilla? Rastet e tilla as suni përgënjeshtrojmë, pa as nuk i besojmë. Për shkak se për me u vërtetuar që çajo çime që ti e posedon është një në Turqi, një diku në Katar, bile do të dërvish të këtu i të kanë pas përmend kishën në Kosovë, në Gjakova, diku është një për me u vërtetuar që ajo është e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet me qenë e ruajtur me zinxhir të transmetimit njeri pas njeri. Sa ato dikush e ka trashëgu, tuk se ka mritë në kohën e sotit. Nëse e ka lënë dikush prej sahabe, fëmijëve të tij ose pasardhësve të tij, pastaj ai dikujt tjetër, kjo duhet me u transmetu me njerëz të besueshëm. Momentin që diku kputet zinxhiri i transmetimit ose ka njerëz të panjohur dhe të pabesueshëm, atëherë jemi të sigurt me thënë që po valla kjo është çimja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu një domethënë edhe me gjurmet e tjera që njerëzit pretendojnë. I pari që mori nga flokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë Abu Talha, njeriku i Enesit radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe njëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shkurtoi flokët e tij, pastaj i rrujti krejt, se kuptohet, dikush kur ti ka flokët e gata, s'mundet me hi drejt me rru me njëherë. Po, njëherë i ka shkurtu, edhe sahabët kanë marrë nga flokët e tij, pastaj i ka rru komplet. Pasi që i rrujti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flokët, edhe disa sahabë të tjerë
në mesin e tyre kishte të atill që i kanë rruar, disa tjerë vetëm i kanë shkurtu. Dhe pejgamberi sallallahu në mesin e sahabeve bani dua. Tha Allahumma arhamil muhalliqin. Wallah, mëshiroj ata të cilët i kanë rrujt flokt, pra në haxh. Dhe këta që i kishin shkurtu metën. Edhe kjo është një shans madhështore që s'ban më të ik. Pejgamberi Allahut po bën dua për ty. A ka dua që i refuzohet pejgamberit Allahut? Padyshim që jo. Allah tha Allahumma arhamil muhalliqin. Edhe tash ata që metën anash i thanë ja Rasulullah wal muqassirin. Thuaj edhe këta që i kanë shkurtu. Pejgamberi sa sem prap tha Allahumma arhamil muhalliqin. Allah mëshiroj këta që i kanë rrujt flokët e tyre, i kanë rrujt kokat e tyre. Edhe nuk bani dua për ata që i kanë shkurtu. Ata prap insistun, ja Rasulullah, wal muqassirin. E herën e tretë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Allahumma arhamil muhalliqin wal muqassirin. Allah mëshiroj ata që i kanë rrujt kokat e tyre, edhe ata që i kanë shkurtu. Në këtë formë. Dallon kur bëhet një dua 3 herë, a dallon kur bëhet 1 herë. Ajo që bëhet 3 herë është shumë më afër pranimit, sidomos kur është duaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ajo që bëhet 1 herë është më larg pranimit. Edhe vetë kjo dua në këtë formë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deshti me jau përçu një mesazh që muslimani nuk ban me ilon me mjaftu me pak. Apo bëj ka vesh me shkurtua, atë mëse vesh me shkurtua. Apo bëj ka mëse me falë sunetina, atë mëse s'me fali. Apo bëj ka që të punë mësë, do më thënë nuk është haram, s'është mëkat. Haxhit pranohet, po pranohet haxhit. Dishka mangis me, tja s'me. U kry, atë leje se vesh sunet është. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deshte me u përçu këtë mesazh që nuk është i njëjtë ai i cili e ndjek pejgamberin e Allahut hap për hapi, me ata i cili thotë hajde se kjo sunet. Hajde se veç e pëlqymë është, s'ka gale. Jo, nuk janë këta të njëjtë. Dallimi është mas pakti 3-1. Mas pakti 3-1. Edhe nuk humbet duaja atij, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam a ditë kur e bani këtë dua, e bani në formë të përgjithësuar, që me lejen e Allahut i përfshin musliman deri në ditën e Kiametit. Ata që i rrujnë flokët e tyre e kanë duan për mëshirë 3 herë. E ata që veç i shkurtojnë e kanë dua për mëshirë 1 herë. Dallimi domethënë është i madh. Andaj kjo është një mesazh dhe një mësim për neve si musliman që të mos neglizhohen sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse na humb një hajër i madh. Na humb një e mirë e madhe. Dhe pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e rrojti kokën, e kryti pra edhe këtë rit, ju leju pejgamberit të Allahut që me u zhvesh nga ihrami. E kemi të regu herën, pra në takimin e kalum, që njeriut i lejohet me u zhvesh pej ihramit, pra që i thënë lirimi i parë, masi t'i bën 2 prej 3 ritualeve. Cilat janë këto? Prerja kurbanit, rruarja flokëve dhe tavafi. Nëse e bën 2 prej këtyre 3-ve, atëri lejohet me u liru prej ihramit. Dhe kjo lirimi i parë nuk t'i lejon gjitha gjanat. T'i lejon veç mi zhvesh teshat e ihramit, mi vesh teshat normale, edhe bin gjitha ndalesat përveç afrimi me bashkëshortën. Ajo, domethënë nuk lejohet ende, deri ku të ndodh lirimi i madh, i cili ndodh tek masi të kryhet tavafi i haxhit. Dhe pasi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thotë e theri kurbanin, edhe i rrojti kokën, shkoi tek Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e cila e parfumosi, ja parfumosi trupin me një parfum që kishte misk në ta, dhe e veshi këmishën e tij, ashtu qysh e kish pas zakon, dhe shkojti
drejt Qabës për me bë tavafin e haxhit. Shkojti në Qabe para namazit të drekës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe e bani tavafin e haxhit i hypër në deve, që me jau lehtësu njerëzve me pa ma letë se çka po vepron gjatë këtij tavafi. Se sikur të kish ecë në këmbë, atëherë ka mundësi dikush s'kish arrit me e pa, sepse shumë poshtë. E kështu që hypi domethënë në deve edhe e bani tavafin me devën e tij që njerëzit me e pa se çka po vepron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që me mësu fen e Allahut azza wa jall. Edhe sa herë do thotë vike pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te këndi i gurit të zi, i pamundsoi me u afru afër, kështu që e përshëndeste ose e prekte gurin e zi peslagit me atfar shkopin e tij që e ka pas. Dhe bante tekbir, Allahu akbar, edhe e fillonte domethënë rrethin e ri, derisa i përfundoi 7 rretha. Pasi që e përfundoi tavafin e haxhit, shkoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tek burimi i Zemzemit, ku familja Banu Abdul Muttalib nxirrnin ujë dhe ju jepnin njerëzve me pi. Dhe tregon Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu që kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pa në këtë gjendje, ju tha: "I'malu fa innakum ala amalin salih." Ta vazhdoni punën e juaj, vazhdoni veprimin e juaj, sepse jeni duke kryer një punë të xhairit, një punë të mbarë dhe të mirë. Do thotë, edhe pse mundet me qenë diçka e thjeshtë, mirë po shuarja e etjes së haxhive, po edhe njerëzve të tjerë në përgjithësi, ajo ka shpërblim tek Allahu azza wa jall. Deri në atë pikë sa që e ka shty me lakmu vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa që i tha, do familjes Banu Abdul Muttalib, tha: "Laula an tughlabu lanazaltu hatta ad'a al-habla ala hadhihi." Tha veç po mnal frika që njerëzit kanë mu të bua dhe do thotë kanë me jau pa mundësu juve me nxerr ujë, tha se vetë kisha shdryp edhe kisha qit litarin qëtu në supin apo në qafën time, me nxerr ujë e më ju dhën njerëzve. Aq ka vlerë kjo vepër, sa që vetë pejgamberi Allahut pati lakmi në këtë vepër. Ama nga frika se pastaj dikush tjetër për njerëzve, ku të shohin tash njerëzit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po nxerr ujë apo jep tjerëve, kush e lan pa bë pastaj. Edhe kjo kish shkaktu të llovi, edhe ja u kish pamundsu, domethënë sanet me ec në sipas rregullit. Prandaj edhe i la të qetë. Dhe ata ja ofruan pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kofën me ujë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam piti ujë nga uji i Zemzemit, pastaj një pjesë të ujit tonë që piti e majti në gojë edhe ktheti në kofë. Dhe atë kofë e derdhi në pusin Zemzem dhe pastaj mori abdes prap me ujin Zemzem. Dhe kjo kthimi i ujit në kofë, kjo ka qenë veçantë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mos më mënu në kush kjo ka në pjesë e sunetit. Sepse kthimi i ujit në kofë ka qenë për shkak të bereqetit të trupit të tij, që Allah azza wa jall e ka begatuar me një lloj të tillë të bereqetit. Ndërsa njerëzit tjerë nuk mundën me pretendu një gjë të tillë, me thënë tash unë po pshtyn çet kofën, ju marr në pinë me ran. Jo. Ajo domethënë nuk i përket askujt pas pejgamberit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe posa e kreu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tavafin e haxhit, me njëherë u kthy për në Mina. Pra përmendëm që shkojnë në Qabe para namazit të drekës. Dhe nuk unal me fal namazin e drekës ku në Mekë. Sepse do thot Allah azza wa jall e kish porosit diçka tjetër. Dhe kështu që vazhdoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthye në Mina dhe atje e fali namazin e drekës 2 rekate. E fali pra namazin e drekës 2 rekate dhe qëndroi në Mina gjatë 3 ditëve të shrikut. Gjatë 3 ditëve të shrikut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndroi në Mina.
Dhe kjo është sunnet, realisht sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në dispozitën e vajxhibit. Në dispozitën e vajxhibit. Pra është obligative që muslimani me bujt në Mina gjatë ditëve të shrikut, të paktën kur arrin bujtjen, kur e kalon pjesën më të madhe të natës në Mina. Pjesën më të madhe të natës e kalon në Mina. E në momentin që nuk bën në Mina, atëherë dietarët e kanë përmend që personi i tillë duhet me therr kurban. Disa kanë thënë e therr një kurban për komplet ditët që s'ka nejt në Mina, disa kanë thënë jo, obligohet me therr kurban për çdo ditë që s'ka nejt në Mina. Që s'ka bujt, domethënë, në Mina. Edhe vetë fakti do që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk gjatë këtyre ditëve nuk e fali asnjë namaz në Qabe. Dikush thot, ata shumë përshkojnë Qabe se ka aty sevapi më i madh, më shumë xhamate, diçka. Ama ajo e shkel sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk barazohet asnjëherë sasia me kualitetin. Sepse mundet me qenë kualiteti i prisht, tani t'i bën sa dush. Me pas, çka më thënë, ushqim 100 tegla mjalt, edhe më konë kreti prisht, a ja vlen? Nuk ja vlen. Ama kur të ki një që është i kualitetit mirë, ajo kryen punën e vetë. Andaj edhe veprat janë të këtilla. Ti bën shumë, bën sa do. Ama nëse nuk të pranohet se është në shkelje me sunetin, është në kundërshtim me sunetin, ajo pastaj nuk të bën dobi as pak. Prandaj e udhës është njëri gjatë këtyre 3 ditëve me i fal namazet në Mina. Me i fal namazet në Mina dhe jo përveç në raste të caktuara, kur është në Mekë, në Qabe, edhe aty bëhet, domethënë është duke bë tavafin, ezan namazi aty, tash nuk lihet namazi me xhamat që pse ti je prezant. Ama u çu kaj stile me ardh prej Minës në Qabe, me fal namazin me pretekstin se aty ka më shumë sevape tjera, ajo është gabim. Dhe gjatë këtyre ditëve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e urdhëroi Bishr ibn Suhaimin që me muand në përmina edhe me thirr la yadkhul al-jannata illa nafsun muslimah wa inna hadhihi al-ayyama ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah. Nuk hyn në xhennet vetëse një person i nënshtruar, një person musliman. Në një transmetim tjetër, illa nefsun mu'mine. Ose në një transmetim tjetër, illa mu'min. Pra nuk hyn në xhennet vetëse një musliman, nuk hyn në xhennet vetëse një besimtar, nuk hyn në xhennet vetëse një person besimtar. Dhe këto ditë janë ditë të ngrënjes dhe pirjes, dhe sipas një transmetimi tjetër, wa dhikrin lillah, dhe ditë pra të dhikrit, ku përmendet Allahu Azza wa Jall. Pra është fjala për ditët e të shrikut. Ato domethënë nuk janë ditë me ngarkesë. Janë ditë ku Allahu Azza wa Jall njerëzve ja u ka bë fest. Ata që kanë haxh e kanë ditë feste, ata që në haxh s'kan ngarkesa të tjera më për riteve të haxhit, me zhgurt kanë me gju, pastaj janë të lirë. Për shkak të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "Ja mu aklin wa shurb." Me ngranë me pi, edhe me përmend Allahun Azza wa Jall. Pra me fal namazin, me bë dhikr, diçka më shumë do ngarkesa tjera nuk ka. Dhe këtu do thotë pak e koncentrojmë fokusin tek fjalët, se kjo ka qenë në vitin e 9, pra në vitin e fundit të jetës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe pejgamberi alayhis salam ka thirr la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Nuk ka me hyrë në xhennet vetëse dikush është musliman. Dhe kjo e hedh poshtë pretendimin e atyre që
mendojnë se njeriu mund të hyjë në xhenetin e Allahut Azza wa Jall vetëm me shahadet, sepse ajo nuk e bën mjaftueshëm musliman. Dhe hadithet që kanë ardhur, sepse njerëzit e tjerë pastaj argumentohen, thonë po as ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush thot la ilaha illa Allah ka me hyrë në xhennet? Po, çashtu ka thënë, e vërtetë është. Ka thënë edhe kush thot la ilaha illa Allah sinqerisht pe zemrës tij ka me hyrë në xhennet. Është i vërtetë ky hadithi. Edhe askush nuk mundet me mohu. Ama do të më kçyr kur e ka thënë këto? Sepse nuk është e njëjtë nisan që u thon në periudhën mekase me nisan që u thon në vitin e fundit të jetës së tij. Donë kjo nuk është e njëjtë. Sufjan al-Thauri rahimahullah kur ja ka përmend këto, donë halifja i kohës tij, ja ka përmend çet hadith. Ka thënë pas ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që kush e thot shahadetin ka me hyrë në xheneta? Ka thënë po. Amo ky hadith u kon në kohën para se me zbrit obligimet, që i bjen në kohën mekase. Se obligimet kanë nisë me zbrit në kohën medinase. E thot ky hadith është prej kohës mekase. E pastaj kanë zbrit obligimet, pastaj ka zbrit domethënë puna e namazit, puna e zekatit, puna e xherimit, puna e haxhit, kanë zbrit mas nej. Prandaj edhe e gjem që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vitin e fundit të jetës së tij thirr në mesin e njerëzve që me u përhap kjo fjalë sa më shumë, s'ka me hyrë në xhenet vetë se dikush që është musliman. Që mos të keq kuptojnë njerëzit se mjafton veç fjala. E punt, çka është Islami? Islami ka 5 shtylla. E çish veç me njërin do të më shkojnë në xhenet? Jo. Jo. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bë domethënë këtë të qartë që muslim apo musliman quhet ai i cili i kryen obligimet. Gjatë këtyre 3 ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkonte pas lindjes së diellit në mëngjes, shkonte në vendin e xhemerateve, edhe aty domethënë i gjunte gurt tek të 3 vendet, tek 3 stacionet, 3 xhemret. Në xhemrën e parë 7 gur, ku bonte tekbir për sisin gur domethënë që gjunte, pastaj nalej u drejtohen tek kibla edhe bonte dua. Pastaj vazhdonte te xhemra e dytë, aty gjunte 7 gur duke thënë Allahu Akbar në sisin gjuajtje dhe skajohej pak, drejtohej ka kibla edhe bonte dua dhe pastaj vazhdonte tek xhemra e tretë apo xhemra e madhe, dhe aty gjunte 7 gur duke bërë tekbir Allahu Akbar dhe aty pas xhemrës së madhe nuk ndalej me bodoa dhe vazhdonte e kthehej sërish në Mina, ku domethënë i falte namazet të bashkuara dhe të shkurtuara. Falte drekën, realisht i falte të shkurtuara, jo të bashkuara. Drekën 2 rekate, ikindin 2 rekate, yatsin 2 rekate, mirë po jo të bashkuara, secili namaz në kohën e vet. Dhe përmendur pra që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë këtyre 3 ditëve nuk shkoi në Mekë, nuk shkoi në Çabën e Shenjtë, por qëndroi në Mina. Kishte disa persona që i kërkuan leje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me qëndru në Mekë. Sikurse Abbasi, pra axha i vet, i cili e udhhiqte atëfar punën e dhënjes së ujit. On me nxerr ujin pej Zemzemit, me bogati dohen për haxhit me pije kështu me radhë, dhe për shkak të kësaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja lejoi Abbasit radhiyallahu ta'ala anhu që me qëndru në Mekë gjatë këtyre neteve. Po ashtu edhe barit e deveve të Mekës shkun i kërkun leje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me qëndru jashtë Minas afër deveve të tyre, Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtyre ja u lejoi në një formë pak më ndryshe. I tha që në ditën e parë me gjujt gurt, pastaj 2 ditët e mesit me i bashku,
Mi gjujt ose në ditën e parë, edhe për ditën e nesërme, ose me i gjujt në ditën e dytë, edhe për ditën e parë. Dhe në ditën e tretë të ditëve të shrikut, i tha pastaj i gjuni edhe një herë, edhe vazhdoni, do më thënë largoheni prej Minas, duke plotësuar me këtë ritualin e haxhit. Gjatë kësaj kohe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ligjeroi, do më thënë në mesin e ditëve të shrikut që i ka ra pas ditës së dytë të Bajramit, do në dita e parë dita e Nahrit, e Therjes, dita e dytë dita e parë të shrikut. Pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u majti njerëzve edhe një khutbë dhe ju ligjeroi, parafërsisht ja u përmeni këshillat që ja u kish përmend në khutbën e parë të Minës në ditën e Bajramit. Dhe kjo domthonë na bën qartë që ato mesazhe që janë fol në khutbën e haxhit lam të mirës kanë qenë shumë më rëndësi. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përsërit 3 herë. Në khutbë 3 herë i ka përsërit mbrana 4-5 dite. Do një herë ju foli në Arafat, pastaj në ditën e Bajramit nesrit në Mina, dhe pastaj mas 2 dite ju foli prap, ja u moti një khutbë dhe i këshilloi. Vetë aty do më thënë shtoje disa fjalë, tha ja ejuhën nas, o ju njerëz, ala inna rabbekum wahid, wa inna abakum wahid, tha dine që ju e kini veç një Zot. Edhe babai i juj, pra paraardhësi i juj, është i njëjti. E kini pra paraardhësin e përbashkët. Andaj tha, ala la fadla li arabijin ala ajami, wala li ajamijin ala arabi, wala ahmara ala aswad, wala aswad ala ahmar, illa bit taqwa. Tha prandaj, pasi që kini Zotin që adhuroni e kini të përbashkët. Paraardhësin e juj e kini të përbashkët. Tha nuk ka një arab, nuk është më i vlefshëm se një jo arab, pa ashtu edhe kundërta, një jo arab nuk është më i vlefshëm se një arab, dhe një ashtu një person i bardh nuk është më i vlefshëm se një i zi, që ashtu një që është një i zi nuk është më i vlefshëm se një i bardh, illa përveç qysh. Me çka janë do më thonë, një person qysh mundet më vlerësu ma shumë se një tjetër. Nëse s'po bëj ka do më thonë me nacionalitet, e as me ngjyrë, e as me etnicitet, me çka dallohen pra njerëzit? Me devotshmëri. Tha illa bit taqwa. Vetëm kjo i dallon njerëzit. Atëherë e dinë, do ky më i devotshëm, po ky është më i vlefshëm se ky. Kjo musliman, po është më i vlefshëm se ai që është në kufër. Kjo është në sunnet, është më i vlefshëm se ai që është në bidat. Anë që kjo i dallon pastaj njerëzit. Ai që e ruan veten e tij është më i vlefshëm se sa ai që nuk e ruan veten e tij në publik pra. Do thotë, këtu tani bëhet dallimi. Këtu bëhet dallimi në bazë të veprave të tyre, ama jo në bazë të etnicitetit, në bazë të përkatësisë nacionale, përkatësisë ekonomike, përkatësisë shoqërore e kështu me radhë. Ato do të thonë gjitha bin, në fund ju ka drejtu, ju ka thënë e bellagtu, a kom përçun në vend mesazhin, ka thënë bellaga Rasulullah, i dërguari Allahut e ka çu në vend mesazhin e tij. Dhe pasi që i përfundoi do 3 ditët e të shrikut që i bën dita 4 e Bajramit, sipas traditës tonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u largu prej Minas. Domethënë pas namazit drekës, pasi që dielli u largu prej kupës së qiellit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u largu prej Minas dhe shkoi në Muhassab. Kjo është domethënë një vend në afërsi të Mekës. Jashtë Mekës, por është në afërsi në kufi me Mekën. Shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Muhassab. Ose aty ka qenë edhe ajo farë rafshnalta e fisit Banu Kinana, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur arrin e takon Ebu
Rafiun radhiyallahu ta'ala anhu, i cili e kishte dëgjuar ditën e djeshme pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Nahnu naziluna ghadan bi khayf bani Kinana haythu taqasamu 'ala al-kufr." Nesër kena me shku tek rafshnalta e Banu Kinanave në vendin ku ata janë betun për kufër. Dhe Ebu Rafi kur e dëgjoi këto, e shfrytëzoi rastin me mençurinë e tij që e kish, dhe kjo tregon realitetin e mençurisë, se çka i bën mençuria, dhe shfrytëzoi rastin me ia bën një shërbim pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pa i thënë hiç. Kur arriti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Muhassab, e gjeti shatorin e tij të përgatitur. Domethënë Abu Rafiu radhiyallahu ta'ala anhu kish shku në vend, e kish ngrit tendën, e kish përgatit vendin që kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i gjeti senet e gatshme. Dhe këtë e kanë përmend të thotë si vlerë të Ebu Rafiut radhiyallahu ta'ala anhu, për shkak që ja bani një shërbim pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pa i thënë hiç. Se ka mujt masi të shkon, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thënë diku na shtroni shtu një shator. Jo, kjo e kish përgatit para se mi thonë. E kjo është mençuria e vërtet. Ku njeriu e shfrytëzon rastin për me bën një punë të hajrit pa i thënë kërkush. Se kur të thuhet, ajo ka vlerën e vet. Ama kur e bën pa të thënë kërkush, kjo ka një vlerë edhe më të madhe. Prandaj kjo është mësim, domethënë që e përfitojmë prej Ebu Rafiut radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe qëndroi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Muhassab, pjesën tjetër të ditës ku e fali domethënë namazin e drekës, të ikindis, të akshamit edhe të yacis, dhe pas yacis qëndroi në Muhassab dhe flajti domethënë në pjesë të natës. Dhe gjatë natës, pra u ngritën që mu përgatit të nesër me ec rrugës, mirë po Aisha radhiyallahu ta'ala anha ju afru pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e i tha: "Ya Rasulullah, yarji'u an-nasu bi umratin wa hajjatin wa arji'u ana bi hajjatin." O i dërguari i Allahut, tha, ona krejt njerëzit po kthehen me kanë umra dhe kanë haxh. E unë po kthehen veç me haxh. Do thot, ata po kthehen me dy gjana, me dy ibadete, unë veç me një. Është interesant, domethënë Aisha, ajo farë që është ka qenë mentaliteti tek sahabët, që to kanë llogarit humbje, vëlla. Se ka llogarit humbje, ju shku në filan marketi, ose në filan malli bletët sene, ose në filan veni për rekreacion, lujtët e banët vizita, mos u morët. Unë meta pa këta. Si kanë interesuar aty në këtë sene. E kanë llogarit humbje të vërtet kur t'ju ikni ibadet. Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka mujt as mos më shku nërmen kjo gjë. Ama i ka me të pikë që krejt po kthehen me haxhe me umre, unë veç me haxh. Kur dalën para Allahut azza wa jall, këta kanë më kon plus meje, se e kanë ekstra një umre, ndërsa unë veç me haxh pa umre. Edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u mundu me bindi, tha: "Yas'uki tawafuki li hajjiki wa umratiki." Tha të mjafton, tha ty tavafi që e ke bë për haxhin edhe për umre. Ajo megjithatë insistoi. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për me ja shnosh zemrën e Aishës për dëshirën që i kishmet me bëni ibadet të Allahut azza wa jall. Jo me bleni fistan, jo me bleni një bijuteri, jo me bleni, jo, me bëni ibadet. Kjo është domethënë muslimani ose muslimania vërtet, që jeta asaj tërhiqet prej nënshtrimit ndaj Allahut azza wa jall, që aty e ndërton suksesin e saj. E jo sukses e ka kry filan fakulteti, e ka kry filan kursi, ajo nuk është sukses. Suksesi është ibadeti që arrin njeriu. Suksesi është takvaja që e kultivon njeriu. Çfarë është suksesi i vërtet? Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha vllaut të Aishës, Abdulrahmanit, të birit të Abu Bekrit, i tha: "Merë tha motrën tënde
dhe bën një umre prej Tenimit. Tenimi domethënë është një pjesë jashtë Mekës. Edhe aty tash është e marruar ajo xhamia që i thënë xhamia e Aishës. Dhe shkoi Abdurrahmani radhiyallahu ta'ala anhu, e mori motrën e tij, e çoi në Tenim, ajo domethënë hyni e bani niyetin e haxhit dhe shkoi gjatë natës me kry umrën. E çoi pra Abdurrahmani gjatë natës me e kry umrën. Dhe diku hala para agimit, para namazit të sabahut, Aisha e përfundoi umrën e saj dhe u kthyn së bashku me Abdurrahmanin në Muhassab te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur ardhen pejgamberi alaihi wasallam i pyeti: "Hal faraghtum?" A keni kry? Thon po. Atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha thirrni njerëzit, tregoi njerëzve që tash kena munis. Le të bëhen gati që me unis domethënë për rrugë për në Medinë. E të kjo ngjarja e Aishës ja vlen të nalemi pak për faktin se dietar domethënë fillimisht me këtë ngjarje argumentojnë për një mesele që lejohet njeriu në situatën e këtillë lejohet me bë umrën veç me dal jashtë kufinit të Mekës në Tenim ose ku do të qoftë jashtë kufinit të Mekës me bë niyetin për umre edhe kuptohet me vesh ihramin e tjera edhe me hyrë në Mekë dhe me shku me bë umre. Kjo është e lejuar. Mirë po, në bazë të ngjarjes që kemi, për cilën jemi duke fol, çka kuptojmë? Se Aisha radhiyallahu ta'ala anha kishmet pa umre jo sikur se tjertë. Dhe kur e çoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me bë umrën, nuk bani me to umre bashkë edhe Abdurrahmani. Por u mjaftu me umrën e parë që e kish bë. Ndërsa Aisha e bën një umre për faktin se s'kish bë umre më herët. Kjo është rruga e duhur që duhet të ndiqet. Dhe ka njëherë, do thot njerëzit din mi kap mendje lehtësia, sikur ajo që e përmenda pak më herët, unë tash po duam me shku gjatë të ditëve të Bajramit, veç shkoj gjujgurt, edhe 5 namazet do bizon në Qabe. Po ti shkoni zën 5 namazet në Qabe, ama jetu e lënë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë këtyre ditëve ka qëndruar në Mina, çatje u fal, çatje ka hangër, çatje ka bujt, çatje kreta. Jetu e hub çat sunet. E nuk mundesh ti me dal më i mençur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as me dasht ibadetin më shumë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që më bëti tash më i mençur me thon, unë du kreta vaktit me zën Mina. Po jo, pejgamberi ka pas shumë sevape, tash nësë po kemi, po me gjithë ato, ajo është njëri që mas shumë ti ka desh sevapet edhe ka desh ibadetin. S'ka kur far argumentimi për ty. Edhe këtu, disa dit me bo një veprim nga mendje lehtësia, shkojnë me kry haxhin ose umrën, edhe kur të arrinë në Mekë atje, tash e kryn atë umrën e parë, ose e kryn haxhin, ose e kanë kry umrën e parë dhe janë duke pritur me shku në haxh, në ato ditët para ditës së Arafatit. Edhe çka bëjnë? Hajde po shkojnë po bëjnë umre sa të mujna. Dil në Tenim të xhamia Aishës, hajde bëjnë një umre para dite. Dil mas drekës në Tenim, bëjnë një umre mas dreke. Dil një mas ikindis, 3 umre, 5 umre, 7 umre i kumbo. Apo mënon që ki bo mira. Kjo është mendje lehtësi. Në këtu qëndron mendje lehtësia, se edhe sahabët e kanë pas këtë mundësi. E kemi përmendur kur kanë shku sahabët në Mekë. Kanë pas luft, kanë pas 3-4 ditë, kanë mujt, gjatë qëtyre 3-4 ditëve bile kanë një umre në ditë me bo. Ama se kanë bo. Sonte kur e çoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Aishën në përcjelljen e Abdurrahmanit, as Abdurrahmani edhe pse çat rrugë bani komplet, nuk bani umre. Po veç Aishën e përcjelli. Tash
Ja Abdurrahmani se ka desht ibadetin e umrën, e na pëdojna, ja na jena me ndjelehte a ju kon në sunnet. Njona, së një bashkën këtë dyja. Po hoxha, s'po bëj ka me bo umrën që atë ko, nuk është të thonë kërkush që zban. Në këto let dalone. Se dikush tani qohet edhe i keq interpreton fjalët, ka thënë hoxha kushtrim zban me bo umre mas haxhit, ose kur shkon për umre zban me bo 2-3 umre, kurse hadithi po thotë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka leju Aishës me bo një umre, nuk kemi t'i thonë ashtu. Ban me bo, lejohet me bo. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më konë se kish leju Aishën. Lejohet me bo. Ama sahabët nuk janë çumi bo ka 5-6 umre në dite, ka 5-6 umre më në një javë. Edhe çtu na duhet me ndjek sahabët. Se nuk kemi ma të devotshëm se ta, as ma të dijshëm as. Madje këtu kemi argument. Tash këto, po do më tregu që si komentar për menës teme. Tavusi rahimahullah, cili ka qenë pe ulemave të selefit, e kanë pyet bashkë për këtë mesele. Ka thënë çka është puna me do që kur po vinë në haxh ose në umre tani pi bëjnë ka 5-6 umre. Ka thënë për ta, ka thënë nuk e di a shpërblehen apo dënohen. Nuk e di a shpërblehen apo dënohen. Ka thënë po dojnë se vape, le të shkojnë në Qabe le të bëjnë tavaf. Tavafi në Qabe është i lejuar edhe është i hapur për këndo me bo. Sikur se namazin nafile që është lejohet në cilën dus pjesë ditës përveç kohëve do të ndaluara që është lejohet me bo, që është tavafi. Tavafi lejohet me bo. Ama kjo jo që s'lejohet, po nuk është praktike sahabëve. Nëse ti do me zbulu një praktik të re që sahabët se kanë bo, atëre e bafsh me shnet rrugën e dikuj tjetër, ama jo rrugën e sahabëve. E këtu ka urtësi pastaj. Këtu ka urtësi se kur bëhet një sen shpesh, asaj i hub vlera. Asaj nuk mënesh me ndjeti atë umrën e 2, 3, 4 që e bën, sikur se që shëndjen umrën e parë, të cilën ndoshta ka 1 vjet si e kon në umrë, ose dikush që shkon marrall 4 vjet, 5 vjet si e kon në umrë, edhe shkon e ban. Ajo umrë është e mbushur me ndjenja, mallëngjime për shpirtshmëri. Ama e bën 2, e bën 3, e bën 4, ato tani janë të thata. Edhe aty ndjen vesh lodhje, dikur ka mundësi, shejtani shfrytëzon çat lodhje, të shtin me shaj badetin e shka bona, ose me shata njerëzit për rreth, çish po shtyn, çish po bajnë, çish po. Ama në umrën e parë kur shkon pe mallit edhe dëshirës edhe për shpirtshmërisë, nuk i sheh ata për rreth çka po bajnë. Se të ka marr malli me bë këtë ibadet. Po ti bën 2-3 herë, më tani ajo shndrohet në çka? Shndrohet në rutinë. E ibadeti s'bën me u shndruar njëri në rutinë. Se të bën ibadetin veç për shkak të rutinës, s'ka shpërblim ta. Prandaj, sa herë që njerëzit dalin prej rrugës së sahabeve, janë gabim. E tek këto mesele i kemi alhamdulillah, do më thënë sahabët dhe ulemat që ne i kanë sqaruar dhe kanë folë për këto gjana. Dhe në fund, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa që njerëzit po largohen, do më thënë, prej Qabës pa kontrol, dhe i ka porosit, ka thënë la yanfiranna ahadun hatta yakuna akhira ahdihi bil bayt. Ka thënë mos largohet askush prej këtu përpaçën takimi i tij i fundit me Qabën. Është fjala për tavafin e lamtumirës, që do të thonë në periudhën e haxhit, kur njeriu largohet, do të thonë masi të kryen gjitha ritet dhe don me u largu prej Mekës, duhet me shku me bën një tavaf që quhet tavafi i lamtumirës, se pja jep lamtumirën Qabës edhe
po largohesh për në vendin tonë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë natë pra ka shku në Qabe, e ka bo tavafin e lamtumirës 7 rretha, e ka fal namazin e sabahut dhe u nis rrugës për në Medinë. Dhe në këtë tavaf, në tavafin e lamtumirës, nuk ecet shpejt në 3 rrethat e parë. Se kena përmend, do thot në tavafin e kudumit, tavafin e ardhjes, në 3 rrethat e parë njeriu ecet shpejt. Ndërsa këtu jo. Këtu ecet me ecje normale në të gjithë rrethat. Ju lejohet atyve ka domethënë kategori të njerëzve që ju lejohet mos me bë tavafin e lamtumirës, sikurse rasti i Safiyes radhiyallahu ta'ala anha, se cilës i kanë ardhur menstruacionet bashkë në këtë kohë, edhe Aisha thot shkova i tregova pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Safia ka menstruacione, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha e habisatuna hiya, se nuk e di ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam a ka kry tavafin e haxhit hala apo jo. Tha mos ndoshta po do i ka më nanal tash duhet me prit na deri ta kryn tavafin e deri të kryn domthon menstruacionet tani me bë tavafin e haxhit se për ndryshe domthon nuk ban me u largu pa bë tavafin e haxhit. Aisha i tha hadat ba'dama afadat. Jo tha se i kanë ardhur menstruacionet pasi që ka kry tavafin e haxhit. Atëherë tha feltenfir idhen. Tha s'ka nevojë me bë tavafin e lamtumirës, veç let niset rrugës pa tavaf të lamtumirës. Pra njerëzit e tillë që kanë arsye, lejohet, domthon kanë lehtësim që mos me bë tavafin e lamtumirës. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë natë e mori me vete domthon ca ujë zemzem dhe u nis rrugës për në Medinë. Dhe këtë praktike ka bërë dhe Aisha, sa herë që është largu don prej Mekës, kur ka kry haxhin, ka marrë ujë zemzemi me vete. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është largu pra atë natë prej Mekës dhe ka vazhdu rrugën për në Medinë. Gjatë rrugës përmendet edhe një ngjarje ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është dalë në një vend dhe ka marrë një ligjërim, të cilën inshallah nuk mujna me parthaku për sonte, prandaj do ta lëm për takimin e ardhshëm me lejen e Allahut azza wa jall, duke e lutur Allahun fuqiplot që të na furnizojë me dituri të dobishme, duke e lutur atë që na mundsoj diturinë e tillë ta kuptojmë ashtu siç duhet dhe pastaj ta praktikojmë dhe të jetojmë me të. Pashtu lutim Allahun fuqiplot që mëkatet tona të na i fal dhe të na udhëzojë në rrugën e drejtë, na udhëzojë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në rrugën e sahabeve, dhe në botën tjetër të na ringjall pashtu një jetë me grupën e tyre e të na strehojë në xhenetet e larta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa